dhe ta thot një deklarat tillë. Pse? Se prokurori pastaj vendos para faktit që urdhëroi ja sa ka sa është dënuar, ja sa ka bërë, realisht edhe del blof. Kështu që në një situatë tillë mendoj që mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritje, po janë gjëra që korrigjohen. E korrigjon edhe prokurori, po të ketë diçka që s'e ka bërë mirë, e bën, domethënë, rregullimin e kësaj gjëje dhe aq sa ka për të vuajtur, ai do vuaj. Nuk do ketë 6 muaj, do ketë 15 ditë. Do rikthehet. Po është detyruar, do të zbatohet vendimi i gjykatës aq dënim sa ajo thot. Kemi komentuar shumë atë që ka ndodhur në kampin opozitar për plasjet në Partinë Demokratike, duket kështu sikur edhe me socialistëve po ndodh një gjë tjetër. Merkoçi duket sikur Elisa Spiropali, ish ministri e jashtme, ka filluar një betejë, nëse mund ta konsiderojmë të tillë brenda socialistëve. E shef të tillë edhe me statuset që bën her pas here? Betejë. Si ta quash betejë, duhet të kesh hedhur diçka, një vizion, një gjë për cilën ti lufton, po për sa kohë këta që merren me politikë sulmojnë vetëm në momentet kur largohen nga postet. Kjo është bosi modë në Shqipëri. Deri në momentin e fundit kur ti je në post janë shumë të mirë. Momenti kur hiqesh nga posti, pastaj ata bëhen të këqij, fillojnë flasin, fillojnë bëjnë, se nuk e dinë nëse e kanë aluar njëri, supozojmë me listën për të folë në parti apo kudo, deri në momentin që ishte ministri i jashtëm. Momenti që u hoq, në atë moment fillojnë pastaj ato, por me sa duket fillojnë dalë i çik edhe interesat, klanet brenda për brenda. Jo kam thënë që kur të nisi ke Partia Socialiste ka për të nisë më keq se sa ke PD-ja. Pse e thonë? Ekzistojnë klanet në PS? Patjetër që ekzistojnë klanet. Ato klanet. Dhe është normale për sa kohë politika shqiptare udhëhiqet nga kalamaj, nga i brez, edhe Elisa Brezi 30 vjeçar është. Nga Brezi 30 vjeçar, politika shqiptare do shkojnë të drejtë do shkojnë. Nuk ka rrugë tjetër, sepse këta nuk është se luftojnë për ideal, nuk është se kanë vizion, nuk është se kanë kauza, po mbron një kauzë. Çfarë kauze mbron Elisa për shkak? Absolutisht asgjë. Vetëm del flet, pse s'mleti mua këtë, pse e theti këtë, pse e bëre ti këtë, pse ti më çok këtu, pse s'më çok këtu. Pse fal politikës kjo? Kjo vetëm politik nuk quhet. Kjo është pazar marrëna partisë. Pse më hoqe, ngel hatri, filloi flas. Dhe kjo ka ndodhur në gjithë politikën shqiptare, nuk është se ndodh vetëm këtu. Gjitha partitë kështu janë. Momentin që të heq, në atë moment po ti shoh, marrim rastin tjetër, ishte Shabani me atë, si e ka Llapaj. Llapajn, po. Deri në moment fundit ishin shumë mirë, për i post deputeti nuk lanë gjopa i thonë në teatrit. Nuk është politik. Nuk bëjmë politik. Ta thjesht hatërmbetje, klani im, klani jot, mbështetësi im, mbështetësi jot, por dhe në realitetin pastaj po dalin në realitet, e supozojmë sikur Elisa atë që thatë, marrë ta votoj te grupi parlamentar dhe te Partia Socialiste, ti je i bindur që është i humbur. Se nuk kanë mbështetje për kauze, nuk kanë mbështetje për alternativë. Ta kanë mbështetje miqësore. Jo, në politik nuk ka miqësi. Politika s'ka miqësi. Në politik luftohet. Avokat, ekzistojnë klanet brenda PS-s? Jo, problemi është që ne jemi në familje, jemi me fëmijën tënd, me bashkëshorten tënde, me prindër e tjerë, edhe ka keq kuptime, ka mosmarrveshje, ka. Problemi është për çfarë janë ato, edhe pastaj si zgjidhen ato brenda familjes. Kështu që në rast konkret jemi brenda një familje, siç është familja socialiste. Edhe duke qenë brenda familjes socialiste, aty një gjë është e qartë që cili do brenda asaj familje, ashtu sikurse edhe në partitë e tjera, kuptojnë që fuqinë kryesore ta jep partia. Nuk e ke tenden atë fuqi, sepse nuk e provuar vetë ti. Është tjetër gjë në sistemin majoritar, kur ti del për shembull, thua që s'kam nevojë për mbështetje partie, marr kaq firma, dal edhe më zgjodhi populli. Edhe ke fuqi. Kurse kur të fut kryetari i partisë në listë, do të thotë që fuqinë e ka partia, edhe në një situatë të tillë, sido që të vinë punët, ti nuk bën asnjë lloj deme brenda asaj partie, vetëm i bën dem vetes tënde. Dhe kështu që në këtë aspekt them që nuk bëhet fjalë për klane, për grupe, për mendim ndryshe e tjera me radhë.
qejf metje mund të ketë, kjo është e vërtet, faktikisht që thotë edhe Fatmiri, që në të gjithë